Vendimi i kreut të Bashkisë së Pukës për largimin e qendrës kulturore të fëmijëve, i cili sala të kuptohej edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të zhvilluar sot, ishte kryekëput tendencioz, ka marrë vëmendjen e drejtuesve të qendrave kulturore edhe në rrethet të ndryshme të vendit. Për drejtorinë e qendrës kulturore të fëmijëve në qytetin e Lezhës, Salvador Gjeci, në një qytet normal, qendra kulturore e fëmijëve me vartësi në drejtorinë arsimore, por nën përkujdesin e bashkisë, duhet të funksiononte si një institucion bashkëpunues me Pallatin e Kulturës dhe jo të shikojë njëri si i nënës e tjetri si i njerëkës. Një fenomen absurd është vendrejnë bashkim e Pukës në lidhje me qendrën kulturore të fëmijëve, pasi ajo prej vitesh të tëra ka qenë në godinën e Pallatit të Kulturës në Kukë dhe para pak vitesh është nxjerrë nga ky institucion. Si e gjykoni këtë veprim? Të nxjerrët një institucion nga një institucion tjetër, kur ata kanë qenë të dy bashkë, kjo do të thotë që njëra të vdes dhe tjetra të vazhdojë. Për mendimin tim, nëse duhet vazhdonte qendra kulturore e fëmijëve, sepse shtëpitë e kulturës pa qendrat kulturore të fëmijëve nuk do të kenë burim, nuk kanë burim njerëzor, nuk kanë talente, nuk kanë veprimtari kulturore të nesërme. Këtu ke qendrat kulturore të fëmijëve përgatiten armata e punojësve amatorëve e lëvizjes kulturore të jetës së qytetit të mëvonshme. Detyrimi i bashkisë që t'i mbështesë qendrat kulturore me bazë materiale, me mirëmbajtje, me investime. Është detyrim, nuk e shkon dot. Kurse në kuptimin metodik dhe të drejtimit arsimor, varemi nga detyrimet arsimore. Siç u shikua qartë edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, lufta me qendrën kulturore të fëmijëve që ka hapur kreu i Bashkisë së Pukës për inate personale, sjellje këto që nuk përmbushin figurën e pozicionit që aktualisht Beqir Arifaj mban në qytetin e Pukës, duket se është një betejë e humbur morale që do e ndjek si kujtim i hidhur i qeverisjes së tij edhe shumë vite pasi ai ta ketë dorëzuar atë karrike ku qëndron sot.